Dhe çka do të ndodhi? Do të përpi këto lloj rrëshqitjesh, do të përpin gjithçka ka prej gjallësave në shpinë tokës, në brendësi të tokës për zjarrit. Çfarë dënimi, subhanallahu. O Zot na ruaj ya Rabbi. O Zot na ruaj ya Rabbi. O Zot na ruaj ya Rabbi. Në 10 hadithet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që ka përmend një fjalë ndër 10 shenjat e mëdha të Kiametit dhe ka përmend disa herë rrëshqitjen e tokës ose llabrimin e tokës në to 3 drejtime, pra nga lindja, perëndimi dhe xhazirin ose nga dishullin arabik. E 6-ta në radhë, sikur thash nuk ka rëndësi radhë, një fenomen ndëshkues dhe tepër ndëshkues që do të ndodhi para Kiametit, prej shenjave të mëdha, është dalja e mjegullës ose e tymit. Vetëm për këtë ajet kuranor i madh Allah xhallal xhelal ka zbrit një kapitull të tërë që quhet kapitulli i mjegullës ose i tymit. Thot i dashmi Zotit, para se dalëm ke hadithi, thot Allahu xhallal xhelaluhu fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha 'adhabun alim. Rujuni asaj dite kur qielli thot do ta përpijë gjithë hapësirën e tokës me një tym dhe mjegull papamet, dendur. Dhe fjala mubin në gjuhën arabe është e llahtashme. Tym dhe mjegull e llahtashme, sa që s'ka për ta pa njeriu njeri.